këto qëndrime me forcën më të madhe u bëj thirrje qytetarëve të angazhohemi për të nxjerrë sa më shpejt Shqipërinë nga kthetrat e këtij klani mafioz të rrezikshëm, aktualisht më i rrezikshëm në Europë dhe ndër më të rrezikshmit në botë. Faleminderit. Zoti Berisha, ju keni thënë në qëndrimet tuaja që Edi Ramën nuk do të rrëzojnë forca Delta, por do t'jenë qytetarët. A mendoni se mund të jetë një shkak për rrëzimin e Edi Ramës edhe përballja e tij me drejtësinë? A mendoni se Rama do ta ketë radhën pas Belinda Ballukut në SPAK? Faleminderit. Rama po mbron Ballukun në aparencë për t'u përgjigjë me fjalët se ku e lexova, ai do ishte gati ta helmonte në mesnatë atë, po të mos kishte dosjen e vet. Në këtë aspekt, SPAK-u edhe mund të lëshojë në urdhër mbrojtje, sepse ai është i aftë të kryejë çdo krim për të mbrojtur veten e tij. Në fakt, Lubia është hajdutja më e madhe në historinë e kombit pas Edi Ramës, po për tunen e Llogaras, ajo është një shërbëtore e tij, vetëm sa ka firmos ato që i ka thënë. Zoti Berisha, ditën e nesërme ju keni thirrur një tryezë me gjithë faktorët opozitar, me temë zgjidhja për Shqipërinë. Ditën e djeshme, 3 faktorët më të rinj opozitar, Partia Mundësia, Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria Bëhet, të treja për arsye të ndryshme e kanë refuzuar ftesën. Edhe njerë kush edhe njerë? Lëvizja Bashkë, po, Shqipëria Bëhet dhe Partia Mundësia, për arsye të ndryshme e kanë refuzuar ftesën ose nuk kanë pranuar të ulen në tryezë, në këtë tryezë të ditës së nesërme. Po, a mund t'i paragjykoj unë ato pa u mbledh tryeza? Po ja që mund të ndryshojnë mendim, dhe pastaj që ngelet nga fjala ime. Kështu që ata, dera është e hapur, tryeza është e hapur, dhe janë të gjitha ata që e ndjejnë veten opozitar, janë të mirëpritur. Kjo ka vetëm të qëllim një front sa më të gjerë për përmbysjen e kësaj qeverie. Ta edhe unë nuk bëj asnjë koment për komentet që janë bërë para ditës, para tryezës. Mirupafshim.